janë heronjt e shkurtit. Eksploziv biznesmenit të ndërtimit, shpërthimi telekomanduar 500 gram C4 e montuar në derën ku po hynte Armando Ceka. Arsimi i lartë, na jepni kërkesën t'u japim shërbimin. Eksploziv, së polici të Burgut arestohet Jetmir Ziri. Dëshimtari okular telefonoi në polici pas krimit, dosja Froku. Koment, qytetaria dhe qeveria. Po ne do t'ja dalim nga Nebil Çika, faqe 24. Financial Times, raporti tërheqja investimeve asnjë qytet shqiptar në listë. BSH ulet norma interesit në minimumin historik. Zbuloni se a e tepruat me shfaqjen e dashurisë? Vijon në faqen 13 dhe 17. Këto ishën disa nga artikujt kryesor të gazetës Standard. Vijoj me gazetën Tema. Ina Rama, qesharake, pretendimet e KLD-s, po kujdesen për mua. Shpërthim eksplozivi në lokalin e biznesmenit, tre të plagosur. Ata kanë eliminuar Fullanin. Editorial nga Mero Baze. Ujshrit e Wall Streetit nga tregtarët e panoramave kineze. Vlerësimi në punësve, qeveria përsakton kriteret dhe procedurat. Apeli i rrezon padinë e truprojës së familjes. Blog Shqipëria drume skrapit dhe barit. Këto ishën disa nga artikujt kryesor të gazetës Tema. Vijoj me gazetën Mapo. Gazeta Mapo, gjykatësit e ambasadorët, Rama Nishani, 2 orë takim në presidencë. Hyn në fuqi ligji për nënpunësin të shkarkuarit protest para kuvendit. Atentati i paralajmëruar, tritol bazës së ndërtuesit, 3 të plagosur në Tiranë. Miratohet me konsensus buxheti për Tiranën, ja tarifat që rriten. Pse i duhet konflikti e Edi Ramës? Opozita shtyhet vendimi për bojkot demokrat sot në kuvend. Ramizi e president, edhe ne me forcën e armëve do të arrijmë. Atentati i paralajmëruar, tritol bazës së ndërtuesit, 3 të plagosur në Tiranë. Këto ishën disa nga artikujt kryesor të gazetës Mapo. Vijoj me gazetën Telegraf. Vlora pret në errësirë të dërguarin e kryeministrit. Anullohen tapit e paligjshme në Bregdet. Opinion, BE dhe rajolanizimi europian. Dosierë sociale. Deputeti Erion Braçe, Tritol Bankers Petroleum, ka lënë pa shtëpi banorët. Kompania gënjeu shtetin për shumën $93 milion. Banorët do nisin protestat kundër mafjes. Takim me biznesmenët turq. Edi Rama denonconi pa hezitim çdo rast kur kërkojnë bakshish. Kryebashkiaku Lulzim Basha, binjakëzimi Tiranë Menders. Greqia do të mbështesë integrimin e BE. Krye sindikalisti Gëzim Kalaja, nesër të gjithë në protestën kombëtare të furgonëve para kryeministrisë. Vijoj me gazetën Panorama. 3 të plagosur, tritol biznesmenit, hetime për ortakun, Tiranë shpërthime 500 gram C4 në lokal. Gjymtohet Armando Ceka. Plagosen dhe juristi dhe truproja. Vijon në faqen 6 dhe 7. Opinion, vullnetarët e sotëm e nverizmit janë problemi. Reforma nuk mund të jetë kufizim, shansi dhe sfida Lulzim Bashës. Broka i përgjigjet i shkreu të hetuesisë, Lame ditën i bindej Ramizit natën Saliut. Miratohet me konsensus buxheti dhe taksat e reja për Tiranën. Bankers $2 milion projekte për komunitetin. Prezantimi, strategjia e punësimit Rama, arsimi profesional prioritet. Hyn në fuqi ligji i ri, qeveria si do vlerëson në punësit administratës. Këto ishën disa nga artikujt kryesore të gazetës Panorama. E pra të nderuar dëgjues dhe lexues të portalit online Index.al, këto ishin artikujt e datës 27 shkurt 2014. Ju përshëndes dhe ju uroj dëgjim të këndshëm. Mirupafshim.